Përshëndetje, mirë se vini në një video të re. Unë jam Rea dhe ma keni kërkuar videon që të bëjmë punët e shtëpisë, sistemim, dhe unë do rregulloj pak rrobat e mia edhe thash ta filmojmë një video në YouTube ku sistemoj rrobat, sistemoj tualetin, organizoj skincare, tualetet edhe të gjitha këto. Edhe thash pse jo ta xherojmë dhe të bëjmë një mini vlog të vogël. Vetëm një ditë duke pasur në qendër sistemimin dhe organizimin e shtëpisë. Prandaj do nisim pa humbur kohë me sistemimin e rrobave. Do t'ju jap edhe disa këshilla do t'ju tregoj disa rroba, çfarë kam bler, çfarë janë penduar dhe çfarë nuk janë penduar. Që kam marrë. Që kështu të nisim. Të nxjerr të gjitha rrobat dhe pse jo t'i ndaj në gjërat që do ju sugjeroja që të blini, domethënë që kam marrë dhe gjërat që janë penduar që i kam bler. Okej. Nisim. Këtë jeshtë rëmoj. Kurse këto i kam rregulluar dje me thënë të drejtën, një kur ose i bërë. Por do mundohem këto të varses t'ju tregoj dhe t'i vendos kot në varse. Që kështu t'ju tregoj gjërat në fillim çfarë më ka pëlqyer që i ka rezistuar viteve dhe do e sugjeroja që pse jo ta merrni dhe ju diçka të ngjashme. Kam një paradisyt të shkurtër, e super sugjeroj sepse është shumë e kombinueshme. Kisha edhe një tjetër në ngjyrë ulliri, por ata e nxorra tek lakimun. Mendoj se një mjafton. Kjo ngjyra që është dhe kombinon me të gjitha, si ngjyrë bezh. Këtë ngjyrë më sugjeroj. Kam këtë fustanin e zi, që më pëlqen shumë, edhe duhet një fustan i zi për raste, edhe ka këtë materialin dhe stili Chanel. Tani gjë që nuk më pëlqen është me të shkurtra dhe nuk kam se si e kombinoj, sepse copa është shumë e trash, edhe nuk e kam veshur asnjë. Por do doja që të ishte në garderobën time, sepse kombinon me çizme, është shumë praktik, i bukur dhe i thjeshtë. Anet që kam marrë tek Men's, por do t'i shikoni tek reelsat që kam bërë në Instagram, prandaj mos harroni më t'ishte në Instagram Rea.me. Pastaj kemi këtu një këmish jeans, që kjo është Levi's, e ka blerë herë para 10 vitesh edhe i ka rezistuar viteve, kohës, është shumë e kombinueshme edhe kam kombinuar edhe vjet dhe me siguri që edhe këtë vit do ta vesh. Pastaj xhaketa ime e preferuar është nga Rihoas, ka këtë ngjyrën kafe e pjekur që më pëlqen, e adhuroj dhe va sugjeroj gjithmonë xhaketat merreni masa L ose extra large që të rrim pak oversize. Kam këtë bluzën shumë të bukur, romantike, kam kuptuar që këto bluzet me jak të çuditshme më shkojnë edhe është nga Zara, është shumë e bukur për ditë. Nuk e di, është pak si kletë që ta veshësh me diçka sipër se kjo pjesa e supit ngrihet lart edhe ta acaron nervat. Atë që i kam hekurosur dje edhe janë këto tutat që janë dhe si pijama, tuta, unë i kam marrë te sektori për shtëpi. Këto janë nga HM-ja, kurse këto janë nga Bershka, edhe jo sugjeroj se janë me vija, kombinojnë për në shtëpi, për dita janë shumë bukura. Pastaj kemi këtë fundin nga COS, që është jeans, është i gjatë deri në fund të këmbëve. Është COS. Edhe me thënë të drejtën, më pëlqen shumë si brand edhe COS Dark Cape, vetëm këtë kam në garderobë. Edhe tani që të shkoj shtetit, sepse njerës kemi kërë bileta dhe për më pak se 10 ditë do jemi shtetit. Do mundohem që jeanset të marrë 2 palë, se 3 janë shumë. Një palë të bardhë dhe një palë jeans blu herët, ti marrë tek kosët së tarket. Edhe pëse se është investim më i mirë për jeanset të paktën që unë i mbaj 2 ose 3 vjetë. Pastaj kemi gjëra të ndryshme, kemi nga Comments disa kostume shumë bukura, që ju thashë duhet të shikoni tek reelsat. Nuk e di, ndoshta bëra e bezdisshme që po ju tregoj kështu tani. Ta dini, nuk kam fare për qëllim që të tregoj shikoni rrobat e mia, shikoni kështu se edhe mua nuk më pëlqen, si çdo njeri, nuk ju pëlqejnë rrobat e veta dhe pëlqejnë rrobat e të tjerëve. Të paktën kjo ndodh me mua dhe gjithmonë kur shkoj tek dollap Jersi më pëlqejnë gjërat që ka Jersi, ose gjithmonë kam pasur qef kur fshurat e mia ndronin rrobat dhe unë që të rria atë dhe t'i shikoja. Edhe këti është ka më qef këtë muhabetin, edhe ju sugjeroj që të rregulloni edhe juve, të shkoni te dhoma e gjumit, të shkoni te dollap juaj, te garderoba juaj e vogël apo e madhe, edhe të bëjmë këto muhabet me gocash. Edhe dua që të kem në garderobë vetëm gjërat që i vesh, të paktën gjërat që nuk i kam veshur për një vit,
ti vendos tek Lakemund, tek faqja ime, por në qëse ju nuk keni një faqe, mund të hapni një në TikTok, sepse bëhesh më virale, ose normale unë edhe duroj shumë, plus si qërmami të pafund roba, edhe njerëzve që kam të afër shoqeve. Edhe vazhdojmë me videon më mirë se mos po ju acarojnë nervat, kështu që po flas, po nëse më pëlqen kur më tregojnë rrobat njerëzit, prandaj po ju tregoj edhe unë ju. Nuk fare kështu se thash, nuk është se kam ndonjë rrobë. Thjesht jam munduar, edhe nëse keni vënë re, me pas vetëm këto ngjyrat bazike, mos të guxoj shumë me shumë ngjyra, se mendoj se jam mund t'i kombinosh më shumë. Këtu pastaj kam trikot. Kjo është nga Primarku, kjo është një triko që kam blerë të përdorat, kjo është një që ma ka të nersi, kurse kjo është një nga De Facto. Por më pëlqen se kam zgjedhur ngjyra të bukura. Ne i kam lënë këtu sepse nuk kam fare vend në dollap, sepse tani do ta organizoj. When I'm stressed and upset, you know me better. This is forever. All this years, everything. Ulolla, ka që kisha. I nxora i pash që janë shumë rëmuj edhe të fus prapa shu si që kisha. Tu si çdo gocë, edhe unë gjeda një bluze edhe thash, kjo bluze. Edhe e provova, edhe e sigur që do t'i heq 100 këtë bluze, do vesh 100 të tjera, se kështu e kam unë. Pas kam dhe këtë, edhe atë. Por, t'ju tregoj këtë gjaketën që është shumë e bukur, ma ka sen e brend, dhe duhet që t'i bëjmë një content. Shkoni sa e bukur, është super e plot, pa manka vetëm një defekt, që duhet ishte më oversize. Shumë të bukur për tani, apo mirë mëri. Është plot, si këto të stilit Chanel. Rinka shumë bukur. Për normale, dua kombinimi me jeans dhe bluzet të thjesht, pak të rozën shumë. Edhe thash, do provoj pa fund këtu, se kështu e kam unë. Dhe pastaj lodhen, normali lodhen duke provuar. Por, pas kam këtë rroba që duhet të sistemoj. Të paktën këtu, i kam nxjerrë të gjitha, edhe mjafton tani që vetëm të i organizoj, të i vendos brenda. I kemi bërë me këto raftet. Tani, këtë dollapin kishe mundësi që të bënim për këtë domë, se është shumë e vogël. Po, nuk është keq. Do nisë që t'i organizoj të pak në Albio, ma ka lënë dollapin vetëm mua, vetëm 2-3 barë se ka përdorë, sepse kemi në mobilje të madhe, që kemi vendosur tek dhoma tjetër, sepse do kam thënë që kjo shtëpia të paktën ka një gjë të mirë, sepse është 2+1, dhe ata i kemi bërë si magazin, kemi vendosur raqe, kemi vendosur ato mobiljen super të madhe, pa jo dhoma është më e vogël se kjo dhoma e gjumit. Mendojnë vetë sa vogël është, po të paktën Alvio ka bërë atë garderobën e vetë atje dhe jam rehat këtu tek dollapi im. Për tani mjafton vetëm t'i organizojmë, t'i sistemojmë, sa gjëra që nuk i duam t'i hidhim poshtë, ka këto tutat, ja këto tutat asnjëherë nuk i kam veshur. Kam ca plliqe këtu, se di. Ky vlog e sigur do jetë shumë e gjatë, edhe sigur do ketë fare në ato skenat që keni qef ju edhe kam qef unë. Po vetë kërkuat vlog duke për punë të shtëpisë tani. Hajde, punë të shtëpisë kanë sakrificë. Shkone sa bukur janë këto xhinset, është një markë shumë e mirë, franceze. Është kjo marka, që i ka goxhan të shtrenjta dhe ka kvalitet të mirë, janë të gëmuara, po Onët e zeza, unë i kam shumë qef t'i vesh, po kam një maçok që i ka bërë gjithçime. Që kështu këto do t'i pastroj, dhe do t'i vendosim prapë në garderobë. Se vinë si cowboy poshtë. Këto që të bëllon atë comments të bardha. Ok, nisi me sistem. Gjithë këtë rëmuj që është jam bitor të shharuja. Që për gjumë. Që më bën më shumë rëmuj dollapin, janë rrobat për shtëpi, sepse kur vishëm në shtëpi, fut pimar edhe
shkatërroj edhe rrobat e tjera që janë palosura ose madje edhe të rregullosura. Kjo e fundit ca, as 5% që e rrobave. Sepse unë zakonisht jam ai person që i hekuros rrobat para se ti vesh ose nuk i hekuros fare. Tani, këtu po palos këto, edhe kam ka shumë rroba palestre, pa fund, edhe zumbën e lash, sepse u mora me sistemimin e shtëpis, ndodhi ajo me Lili, me Qenushin edhe, por do ta nis prapë sepse ndjeja veten shumë mirë, por pasi të kthehem nga udhëtimi që kemi për biletat që të shkoj. Edhe tani po i sistemoj, them që t'i lë këto rrobat për shtëpia ndaj nga i kalon Alvi, t'ja bëj rrëmujat aty, se të mijat nuk dua që t'i bëj rrëmuj, se veç i po i rregulloj këtu, kurse Alvi është e kundërta ime, kujdeset shumë për rrobat, nuk e më thot mua që ti hekuros, nuk e se i hekuros, ma mani palos, i pan të sistemuara, kurse unë jam të gjejmi që s'kam këtu në kariki, se do ishte pusha e karikja full, plot me roba. Edhe shtrujram qatë bëjk. Onat që kam veshur, i kam bjerë tek Mango dhe janë shumë të mira, më super pëlqejnë. Pëlqejnë pantallonat e Mangos edhe janë masa S. Ndërkohë kam bjerë këto të Bershkës që më pëlqen dhe kjo ngjyra, është shumë e bukur, pa ma nuk më pëlqen kjo pjesa lart e pantallonit. Sepse i duat që pantallona klasike dhe mundohem gjithmonë kur i vesh mos të tregoj këtë pjesën e elastikut lart, por është shumë e bukur ngjyra, edhe ju sugjeroj këto pantallona duket shumë e veshur. 2-3 par xhinse duhen, mos të jenë të ngushta, të jenë pak të gjera, edhe 2-3 par pantallona edhe jetë super mirë. Edhe këto ngjyrat më pëlqejnë, thash, më pëlqen dhe zeza, po nuk e vesh dot se kam një maçok edhe e bën gjithçime. Por, kemi dhe këtu disa rroba që edhe këto duhen sistemuar. Shumë pak misha kam mbajtur këto nga Belju, kam mbajtur këto nga Le Colette, që janë shumë të bukura, thjesht duhen hekurosur, edhe një e bardhë prap nga Le Colette, që janë firmë shumë e mirë, edhe ka material dhe cilësi shumë të mira. Për gocat që jetojnë jashtë, mund t'i porosisin këtu, edhe do t'i çoj andej që t'i hekurosur. T'i barim dhe t'jenë të hekurosura. Pastaj këtë qashku është një fund i gjatë. Sot, dua që t'i kem të sistemuara pak dhe sakt. Me këtë do jetë, si që do ble rroba nëse do ble diçka, normale, do shkoj jashtë aty një presorja. Do marr më mirë diçka të shtrenjtë, diçka mesatare, se sa të ikit e zëm si të shvajta vjet apo par vjet që vjet e për marku. Mbushesh atë, disa le kam lënë pa fund lek. Ma të më merr 2-3 gjëra të sakta, i vesh edhe sot. Pas 2-3 vitesh i ke aty në garderob. Se sa 100 gjëra edhe i vesh vetëm një sezon edhe pastaj i hedh në kosh. Se as nuk i bën dot asnjë gjë tjetër. Edhe më mirë të marr pak dhe sakt, edhe ju eci më mirë me këtë teorinë pak dhe sakt. Nëse nuk e di se sa do ta zbatoj, kam bërë një listë me gjërat që dua të ble, plus kisha dhe ditëlindjen, edhe dhuratën nuk ma kanë bërë, sepse do ma bëjnë aty, do më vlejnë një gjë që kam shumë vite që kam pasur qef, dhe jam shumë e lumtur që ta kem, do jetë kështu. Për që po e për sigur të ble makinë, do jetë kështu. Tek, 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 e kuptuat, do mbaret këtu, tek, 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 tek. Nuk e di që pse e kuptuat, më shkruani poshtë te komentet. Dhe po shikoj krevatin dhe ruaj, pas ka bërë një vim dhe thonë, sot. Zakonisht nuk pendohem për veshje, për gjëra që shes tek lakimon, sepse e bëj me vedije të plot, por aman, kam shitur para një muaj, një fund të bardhë saten, dhe më duket 12.000 lekë shita. Ishte aq i bukur, ishte i gjatë, ishte i plot që nuk të tregon të strijet. Nuk e kuptoj pse e shita, ndoshta ishte ftohtë e thash, me gjithë këta. Po, ja për shumë pishman për atë tjetër, me që po flasim për këto çfarë më pëlqen dhe çfarë jo tek veshjet e mia. Çfarë kam shitur tjetër që më pëlqen? Edhe do doja ta kisha. Kam shitur një palto ngjyrë kafe, po e kam shitur para 2-3 vitesh, akoma më ka ngelur në mend ajo. Edhe xhaketa. Kam ngelur me 2-3 xhaketa, duhet të marr xhaketa. Edhe nisë, mbajta këtë bluzën e Zarës, për këtë jam bërë pishman që e mbajta. Mi ta kisha quar që të qova 2-3 gjëra plupat që bleka, 20.000 lekë. Pëdi, apo më shkojnë këto më.
Më ndu se më shkon gjura kafe, është kështu. Me këto prerjet romantike. Nga kuzhina i kam lënë për gjysmë punët aty tek dhoma, por kam ecur goxha me sistemimin. Tani erdhi Alvio dhe na ka bler peshk, do ta bëjmë tek air fryer, është tipa parë, bëm edhe mish pardije në zgar me opsionin e zgarës. Edhe nuk e di, do ta kisha marrë më përpara. Është fantastik. Ne kemi zgjedhur linjën Kosori, jam shumë e kënaqur deri tani, edhe do bëjmë peshk për herë të parë në zgar në shtëpi. Po çfarë ka bler? Limon, sallat, i thashë. Merte, pas ka marrë këtua dhe darë, këto i ka marrë vetë se nuk ja bëra unë në listë. Gjithashtu ka vajtur tek peshku, në peshkun e marrim përsëri tek lagja ku kemi qenë më përpara, te varri bombit, aty përballë Alteos, që është edhe fruta perime, që është një furpuke përballë. Ka peshk super të mirë dhe fruta deti, edhe sigur që edhe në qoftë se shkojmë më larg se lagjes, aty do t'i marrim, se i ka vërtet shumë të mira. Po ti çfarë bën aty? Zbrit poshtë. Hajde. Zbrit poshtë, zbrit. Hajde, bravo. Edhe kështu do nis tani që ta laj pak peshkun, pse e kemi marrë të larg, edhe do e pjekim në opsionin e zgarë. Tani marrim pak më shumë se zakonisht, sepse e fus me qese në frigorifer dhe e gatuajmë kur në hat. Gjithashtu ka marrë edhe kocë. Me marrë 3 sepse një do ta mbajmë për supë. Kështë dalë super i mirë, unë fjeta pak gjumë, edhe ndërkohë do t'ju tregoj të blerjen që bëra. Bleva të Temu dhe shkoni sa e bukur që është, ri këtu te komodina, ose tek salloni, shumë virale në Pinterest. Gjithashtu mora edhe 2 vizatine që t'i vendos të kornizat. Janë shumë buka, janë bardëzi. Shkoni sa e bukur është. Mati këtë e ka marrë të herë. Shkone, është minimaliste, më pëlqen, besoj se i shkon dhe shtëpis, ta vendos direkt, që të shohë se do duket. Gjithashtu ka marrë edhe këtë do me gjumit, besoj se do kombinoj edhe me krevati. Edhe këto janë shumë të mira, këto shkone çfarë materiali kanë, është si plastik, si mushama, nuk është se vjen në letër, edhe më pëlqejnë dhe duken bukur. Pastaj unë kornizat gjithmonë i ble tek Jusk, sidomos pres që të bëhen me oferta sepse e bëhen shumë lirë, kurse kështu kur janë me çmim real nuk ja vlen, prisni ofertat se bën gjatë gjithë muajit. Edhe tani do përfundoj këto rroba dhe fundit që më kanë ngelur, edhe ta heq qafë dollapit se nuk e di jam afër ciklit. Këto orë më vjen sot ose nesër, maksimumi dhe ndihem shumë keq. Edhe do përfundoj këto që mos të lëse gjithmonë i lë rrobat, e lë punën për nesër për pas nesër, nuk e përfundoj asnjëherë që kështu duhet ta përfundoj me patjetër. Këtu do vendos xhinset, pantallonat, bluzet, këmishat do t'i ndaj që t'i kem më kollaj për t'i organizuar. Dhe rregullimin e dollapit, jam shumë e lumtur për këtë gjë. Aty lart vendosa të gjithë çarçafet, poshtë vendosa peshqirat edhe përfundoi, doli shumë mirë sistemuar, kam edhe pak vend që të vendoset ca rroba të tjera. Edhe këtu kam këto aroma që t'i vendos tani, prekja finale, edhe kam disa rroba që duhet i zora për t'u hepurosur, ato këmishat që ju tregova.
Me pak fjalë, kjo ishte edhe videoja, thash do mundohem që të sistemoj edhe produktet e skincare'it, po pse jo, ta bëjmë në vlogun tjetër atë gjë, se edhe unë lodha me pak fjalë edhe nisi të shiu tani, lodha me vrap rrobat, duhet të ndej një lavatriçe tjetër tek kjo që ndej rrobat, por brenda, se kam edhe që ndej rrobat brenda në balkon, por kam marrë tek Jumbo dhe ishin shumë të mira, ju sugjeroj. Janë disa që ndej rrobat, si kështu, i monton aty tek balkoni, po ju va tregoj më mirë, edhe ishin të papara, diku te 5.000 lek, mora 2 copë, janë super të mira, nëse nuk keni hapësirë brenda në balkon, kur është kohë e mirë që ti ndej këtu brenda në balkon. Këto janë ato që kam bler, shikoni si monton, janë super të mira. Dhe ja, i ndem këtu, kam vendosur 2. Knaqen, ju sugjeroj t'i merrni. Është i kap këtu tek balkoni. Pa nesër më vjen dhe tavolina e balkonit, që kështu do merremi dhe me sistemimin e balkonit, që të dali sa më bukur, që kështu po e mbyll këtë video. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, t'ju ketë motivuar që të çoheni dhe ju t'rregulloni dollapin, dhe shifemi tek videoja tjetër. Ciao, faleminderit.